Përshëndetje të dashur miq. Dimri është I ftohtë, ndërsa sporti është I nxehtë. Në emisionin e sotëm, ne kemi në studion tonë një kinez të ngrirë nga ftohtësia dimrore, gjithashtu edhe një shqiptar I ndezur nga pasioni sportiv. Të shkrirë nga pasioni. Pikërisht zjarri olimpik. Po të dashur miqë, jemi në prag të lojrave olimpike dimrore Milano Cortina, ku sportistët kinez, shqiptar, sportistë nga gjitha vendet e botës do të mblidhen së bashku pra në këtë festë të sporteve dimrore. Në këtë festë dimrore do të marrin pjesë Kina edhe Shqipëria, sigurisht bashkë me vendet e tjera në një arenë të përpashkët. Po nuk është thjesht një arenë konkurrimi, por është edhe një rast për të shfaqur shkëmbimet, komunikimin, frymën olimpike dhe për të forcuar miqësinë brenda kësaj familje së madhe olimpike në këtë rast të sporteve dimrore. Të dashur miq, fjala kyçe e emisionit të sotëm është faktikisht lojtar. Ne nuk do të flasim për stadium, për garat, për rekorde, do të flasim për disa njerëz që mbajnë mirë frymat olimpike, pikërisht lojtarët që vrapojnë shpejt në akull dhe në të borë. Kryesisht që skijojnë shpejt. Po, unë Artani kemi zgjedhur 4 lojtarë, pra 2 kinez edhe 2 shqiptar. I pari prej tyre faktikisht kanë qenë në Pekin 2022, I cili mbante flamurin Kuqezi, por këtë herë nuk do të jetë I vetëm, apo jo? Po, doja është Deni Xhepa, siç e the Zamir në Pekin, në lojrat olimpike dimrore të vitit 2022, ishte sportisti I vetëm shqiptar, flamurbajtësi I delegacionit shqiptar. Këtë herë, për fat të mirë, nuk do të jetë I vetëm, do të ketë edhe 3 sportistë të tjerë, pra Shqipëria këtë herë përfaqësohet me 4 sportistë që dëshmojnë, ashtu si edhe në Kinë edhe në Shqipëri, të themi të paktën në nivel profesional, sportet dimrore kanë një rritje. Deni e ka mbyllur vitin e kaluar shumë mirë, duke fituar një slalom në Francë, në Val Seni, dhe si thua është tani optimist për lojrat olimpike të Milanos. Shpresoj që Deni do t'i japi Shqipërisë edhe një medaljen e parë në lojrat olimpike dimrore. Do të thënë ai stërvitet me të vëllain, është në një formë shumë të mirë tashmë dhe të presim përfaqësimin e tij në lojrat olimpike të Milano Cortinës. Sa bukur. Dhe lojtarja e dytë faktikisht është një femër, nuk ta tregoi së pari emrin, ta tregoi vetëm arritjet që kishte fituar në Olimpiadën 4 vjet më parë në Pekin. 2 medalje të artë dhe 1 të argjend në ski freestyle në Pekin. Është një lojtare skiatore shumë e talentuar, quhet Gu Ailin. Është faktikisht kjo goca kineze ka lindur në një familje ndërkombëtare. Babain e ka nga Amerika, mamin e ka nga Kina, edhe është stërvitur qysh nga mosha 3 vjeçe, edhe ka fituar mjaft kampione botërore. Përveç medaljeve të arta dhe të argjend në lojrat olimpike të Pekinit, ajo ka fituar pothuajse një nivel të panumër të medalje të arta, titulli kampione në nivel botëror. Për shembull, në këtë sezon të tanishëm 2025-2026, deri tash ajo ka fituar 3 medalje të arta si titulli kampione. Një në Snow League, një në kupën botërore të Chongli të Kinës, edhe titulli I tretë I kampionit e ka fituar në datën 17 janar, edhe vlen të përmendet që ky është titulli I 20 kampione në nivel botëror. Ja, shiko, mosha është 23 dhe numri I titullive kampione është 23. Është shumë e fortë. Edhe më fantastike është që 2 ditë pasi e ka fituar titullin e 20 kampione botëror, ajo shkoi direkt në Lombardi për një stafet të zjarrit olimpik, edhe ajo ka shënuar
në rrjetin e saj social, duke vlerësuar lartë frymat olimpike, lojrat olimpike, edhe ajo ka përdorur një fjalë shumë të bukur, se ky është një moment olimpik, edhe është një moment i pa krahasueshëm. Edhe kjo është arsye që unë e zgjeta si një kryelojtare e ekipit kinez, sepse për sportistët e rëndësishmja është medalje, ndërsa më e rëndësishmja është ajo fryma më e fortë, më e lartë, më olimpike, më e bashkuar. Shpejt, më fort, më lartë, po. Më të bashkuar, po. Është fryma olimpike dhe pas kësaj sportiste vërtet shkëlqyer, sportiste të shkëlqyer jo vetëm në profesion, po edhe si se Zamir edhe në këtë që mishëron këtë frymën olimpike. Le të kalojmë tek një tjetër sportiste po ashtu shumë e shkëlqyer me re dhe me të ardhme, që përfaqëson Shqipërinë, të quajmë që edhe ajo është ndërkombëtare, pra është fjala për Lara Kolturi, sepse ka lindur në origjinë nga Italia, konkuron për Shqipërinë, edhe Laura, siç edhe Zamir, pra sa është një sportiste e re, ende nuk i ka mbushur 20 vjeçe dhe tashmë është njitur 3 herë në këto podiumet e kupave të botës në ski, pra, duke në vitin 2024 për herë të parë e ngriti flamurin e Shqipërisë në një podium të kampionatit të kupës botërore të skive. Edhe ajo ka pasur një fund vitit kaluar, ka pasur një paraqitje të mirë duke dalë treta në kupën e botës, pas e mori veten edhe nga një dëmtim dhe të shpresojmë që edhe ajo ashtu si edhe Deni të kemë mundësi t'i japin Shqipërisë medaljen e parë olimpike dimrore, edhe ajo e veçantë se edhe ajo si Deni stërvitet nga familja e vet, nga jati Alessandro dhe nga nëna e vet që është kampione olimpike në vitin 2002 në Salt Lake City në Shtetet e Bashkuara, Daniela Ceccarelli. Edhe ata janë optimist për vajzën e tyre që do të vijë ndjeki rrugën e së-ëmës dhe të shpresojmë dhe të urojmë që do të mos fundit të marrë të jo një medalje ari, po të paktën të ngjisë Shqipërinë në podium, të fitoj një medalje, le të urojmë dhe të shpresojmë. Është vërtet një familja e vogël olimpike, do të bëhet një familja e madhe olimpike. Edhe lojtari i katërt që kemi zgjedhur është një patinator. Unë dua të quaj një burr që vrapon më shpejt mbi akull në botë, sepse Liu Shaoan është emri i tij. Faktikisht ky ka qenë 4 vjet më parë bashkë me ekipin hungarez në lojrat olimpike të Pekinit. Ata konkurruar për Hungarinë 4 vjet më parë në 2022 në të Pekinit. Dhe në atë kohë ai fitoi 1 medalje të artë, 2 të bronzë. Është vërtet një patinator shumë i talentuar, me aftësi të pakrahasueshme. Mirë po, pas Olimpiadës Dimërore të Pekinit, ai ka ndryshuar ekipin e tij nga Hungaria në Kinë. Arsyeja është e thjeshtë, sepse në Kina është atë i babait. Prandaj, siç e ka folur ai, herën e kaluar, unë luftoja për vendin e nënës, ndërsa këtë herë unë do luftoj për vendin e babait. Edhe një ndryshim tjetër i madh është që herën e kaluar unë fitova një medalje të artë individuale, ndërsa këtë herë unë do përpiqemi bashkë me shokët e ekipit, bashkë me Vëllai, se edhe Vëllai është një patinator, do të përpiqemi për një medalje të artë si grup, si ekip. Kolektiv. Po, është tjetër pasqyrimi i konkret, i gjallë i frymës olimpike. Më shpejt, më fort, më gjallë, më lartë edhe më të bashkuar. Të dashur miq, këto janë 4 lojtarë që kemi zgjedhur unë dhe Artani, edhe besojmë se këta lojtarët jo vetëm kanë aftësi shumë të mirë profesionale në fushën sportive, por edhe kanë shfaqur energjinë e tyre jashtë fushës sportive për një familje të madhe olimpike. Urojmë një sukses të gjithë pikërisht në rezultate sa më të mira për mishërimin e kësaj shpirtit olimpik. Forca!
Deni Xhepa, forza Lara Corturi. Gjajo Guailin, Gjajo Liu Shaoan.